Kreu I Partisë Demokratike Sali Berisha zhvilloi një mbledhje me kryetarët e degëve, ndërsa në fokus të takimit ishte protesta kombëtare 8 majit. Në nisje të fjalës së tij, lideri I opozitës deklaroi se kjo protestë është një revolt kundër vjedhjeve qeveritare dhe mbrojtjes që kryeministri po I bën aferave korruptive, duke bllokuar drejtësinë. Berisha u shpreh me votimin për imunitetin e Ballukut. Rama tregoi se ka kapur çdo pushtet dhe është bërë shumë I rrezikshëm për vendin. Me vendimet që mori për Lubi Ballukun, me përdorimin e 81 mandateve në mburojtje të saj, Edi Rama është bërë më rrezikshëm se kurrë për këtë vend. Doli para shqiptarëve dhe botës si njeriu që tashmë ka në duart e tij çdo pushtet. Pas këtij vendimi ndodhi lubizimi I plot I drejtimit narkoqeverisë si dhe institucioneve tjera. Kryetari Demokratëve u ndal edhe te afera e Akshit, duke akuzuar kryeministrin dhe familjen e tij si përfituesit kryesor të tenderave. Berisha denoncoi edhe tjetërsimin e pronave nga Ergyes Agasi dhe lidhjet e tij me ish shefin e operacionales Oltion Bistri. Të gjithë skenarët që I keni ndëgjuar ju, të pengmarrjeve kanë patur vetëm një qëllim, që tendrat t'i fitoj Linda Rama me kunatin e saj. Ergyes Agasi, me porositë e Edi Ramës dhe në udhëheqjen e Edi Ramës, ka shtrit duart e tij të zeza në të gjithë materialin digjital që ka patur I Albania apo institucionet e vendit. Kanë dekodifikuar emailët e qytetarëve, kanë bërë transfertat dhe zhdukjen, zhvendosjet e mira dhe mira pronave. Tani është Oltion Bistri, që është bërë asistenti kryesor I Ergyes Agasit, sepse Ergyesi është I qetë, mbrohet nga policia. Lideri Demokrat deklaroi se në këto kushte, alternativa e vetme e opozitës ngelet sulmi ndaj qeverisë. Alternativa e opozitës është vetëm sulmi ndaj kësaj qeverie. Kokë e shtrirë vetëm pritet, ta ketë të qartë çdo qytetar. Unë asgjë ne s'kemi shtrirë do shtrim kokën kurrë, ne do ngrihemi gjerë largimin e tij. Berisha ju kërkoi kryetarëve të degëve të zhvillojnë takime me qytetarët, duke theksuar se çelësi I suksesit të kryengritjes presore të opozitës është organizimi. Kryefjala e të gjithë kryefjalëve është organizim, organizim, organizim. Edi Rama e them përsëri, është bish e plagosur përfundimisht. Të bëjë ç'të dojë, ne nuk I ndahemi.